Shumë faleminderit. Spari besoj që edhe vetë përbërja e listës së të ftuarve e reflekton atë ndrojtjen time për ta nxjerrë në dritë këtë libër, që në fakt është një përmbledhje e mbrëmjeve të iftarit, të cilat kam pasur kënaqësinë dhe privilegjin që t'i organizoj në funksionin që kam, duke çelur një traditë për sa i përket funksionit tim që shkon sipas meje të paktën përtej sofrës atyre që agjerojnë, pasi për mua dhe gjithmonë më shumë, edhe si rezultat e kësaj eksperience, sofra e iftarit është përtej agjeruesve dhe është në një farë mënyrë një moment i bukur për të bashkuar njerëz që vinë jo vetëm nga rrugë të ndryshme të jetës, por edhe nga sfonde të ndryshme të besimeve të tyre. Dhe kanë qenë shtysa e disa miqve musliman që agjerojnë që t'i përmblidhja këto fjalë në këtë libër.